Edhe të dashur shikues, ashtu si që përmenda edhe në fillim të programit tonë, që sot do flasim për një iniciativë të veçantë që ka nxit kreativitet, vetbesim dhe aftësi komunikuese të nxënësit e shkollës fillore Abdyl Frashëri në Haraqinë. Ata e përmbyllën vitin shkollor edhe me projektin Ora e Mësimit, projekt ky që është organizuar nga Këshilli i shkollës Abdyl Frashëri. E për të folur më shumë rreth këtij projekti se si ka kaluar edhe pse ne i kishim pamjet ditë më parë, kolega Jona Pipeçaili ishte në terren dhe pa nga afër kreativitetin e nxënësve që e shfaqen atë ditë në këtë shkollë bashkë edhe me mentorët e tyre dhe me mësuesit që i qëndruan pranë këtij projekti. Sot në studio kam edhe kryetaren e Këshillit në shkollën Abdyl Frashëri, zonja Nkefsere Isufi, gjithashtu edhe nxënësit pjesëmarrëse në këtë projekt. Disa nga ato ne përzgjollëm, ishte e pamundur që t'i kemshim të gjithë në studio, por gjithsesi në kronikën që ishte para pak ditësh, besoj që e keni parë nga afër se si është zhvilluar. Përshëndetje, më falni që e zgjata kaq shumë. Jo, faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë për hapësirën të cilën na i dhat të prezantojmë së bashku me nxënësit. Unë jam Nkefsere Isufi, kryetarja e Këshillit të shkollës, ku iniciuam një projekt i quajtur Ora e Nxënësit, dhe këtu i kemi edhe nxënësit, nuk i kemi sot fituesit, pasi që shumica janë edhe në pushime vjetore, po i kemi pjesëmarrësit. Po, gjithsesi është e rëndësishme ta shënojmë këtë sukses të shkollës, edhe pse fituesit nuk i kemi këtu, po gjithsesi edhe këto nxënëse kanë luajtur një rol të veçantë, janë angazhuar dhe kanë pasur sukses në këtë projekt, meqense ka qenë edhe një ndër projekte që është mirëpritur jashtëzakonisht shumë edhe nga shkolla edhe të pranishmit aty. Ne i pam edhe nga afër edhe projektet e tyre, në fakt tematikat e tyre që kanë qenë në këtë projekt, që do flasi më pas, por unë fillimisht do doja që të prezentoj edhe nxënëset e këtij projekti. Ajana Avdi, përshëndetje për ty e dashur. Përshëndetje. Mirë se na erdhe, shumë kënaqësi që të kemi në studio. Hana Limane, përshëndetje edhe për ty. Përshëndetje. Është kënaqësi që të kemi. Po. Është hera e parë që je në studio televizive, apo jo? Gjithashtu kemi edhe Hafsa Limani. Më falni, Ajana Avdi. Hana Isufi. Hana Isufi, po i përziej, unë vazhdimisht Hana Isufi. Po të gjithë i kanë vetë ngjashme. Përshëndetje edhe për ty, është kënaqësi që të kemi. Është hera e parë edhe për ty, apo në një studio televizive. Si u ndje ta ditë, po e nisim me ty, meqense jemi tani duke të prezantuar. Si u ndjet në prezantimin e projektit ta ditë? Si kaloi? Shumë mirë ka kalu dhe unë shumë jam e kënaqur se unë kam mujtur me thanë projektin tim dhe çish jam shprej dhe se nuk jam shpjegu aq mirë, pa ala projekti që farë apo fjalë shumë e mira kanë. Po, cila kanë qenë tematika e projektit tënd? Me çfarë je prezentu? Me inteligjencën artificiale dhe arrim të polar. E sheh, dhe me thënë një tematik që më rrallë kush mund ta bëjë në një moshë kaq të re sikur ti. Ishte e vështirë realizimi i këtij projekti, zemër? Nuk është dhe aq e rëndë se krejt në për internet folën për inteligjencën artificiale. Edhe ti lexon besoj anglisht apo vazhdimisht? Po, shumë. E di. Po të thotë E di, prandaj e ke vështirë të shprehurit, nga që vazhdimisht lexon anglisht, por kjo është një plus i madh për ty, për moshën tënde kaq të re që të lexoj kaq shumë, të hulumtoj dhe pastaj ta prezantoj edhe një projekt të tillë. Është hera e parë që po prezanton projekte të tilla? Po. Është hera e parë. Po. Kush ndihmoi më shumë ti? Njerë nëna ime dhe motra ime shumë më ka ndihmu me projektin dhe shumë bashkë kena recituar. Okej, do vazhdojmë aty më pas, dua edhe vajzën tjetër të prezantoj, do të ndalem pak për ta pyetur se si ka kaluar dhe se cila ka qenë tematika e prezantimit tënd. Ne kam prezantuar një hënën e kuqe, ka pas shumë ndjenja se për mua është hera e parë që kam prezantuar, edhe kam knatësi se kam dash vetë me bata,
Edhe kur do me bon, edhe kam pas shumë mendime që cilën ta baj, edhe kam dash ta baj ta arriti më shumë. Po pse përzgjedhe pikërisht temë, nga që të ka pëlqyer më shumë, Po, ndoshta m'ka pëlqy hapësi. shkenca, gjeografia, këto lëndët shkencore ose? M'ka pëlqy se kanë shumë e famshëm. Në 2024 kanën edhe kur ka dal, a duk shumë Aktuale. Kur po flet, unë vetëm po e imagjinoj se sa e vogël se dhe sa ka përcjellur këto ngjarje që ka ndodhur në vitin 2024. Bravo të lumt. Dhe si u mirëprit tema yte? Po, kanë shumë e mirë, kanë dëgju mësuese të asimtarë, kam dalë në shfaqje dhe kam prezentu. Ke pas ndihmë edhe nga mësueset? Po, kam pasur nga prindërit, gjithashtu. Kanë ndihmua se çfarë teme të zgjedh, kam dashur edhe unë temën e kam gjetë 10, po më kanë ndihmua pak. Po. Ajana? Hapsa. Hapsa. O zot. Më falë, zemër. Si kaloi për ty projekti, si u mirëprit tematika yte dhe me çka u prezantove? Unë u prezentova me dëmet e duhanit edhe jam ndije shumë mirë, me kënaqë, edhe pse nuk e kam marrë vendin e parë, po bile jam kanë pjesë kryesore atij projekti. Është përfolur, domethënë, projekti yt, Po. prezantimi yt. Pse përzgjedhe këtë temë? E përgjigja që edhe për njerëzit e tjerë, që për këtë projekt që të mos provojnë asnjëherë cigare, se ka edhe disa njerëz të vogël ose fëmijë që pinë pri atë moshën e atij të vegjël. Ke pas raste që të shohësh ti, nga që ndoshta dhe je inspiruar që ta punosh këtë tip? Po, e kam Mosha të reja që e konsumojnë duhanin? unë e kam zgjidhën më kësena sociale, Për internetit, Po, për internet. rrjete sociale. Po, e kam Okej. zgjidhën edhe më pëlqy për dëmet e duhanit edhe aty para krejtve mësuesve asimtarëve kam shpjeguar që i kam thonë që mos prin edhe njerëzit e tjerë, po edhe fëmijët që janë prej moshën më të vogël. Se ajo i ndikon keq edhe në moshrit edhe në zemër, po edhe në organet e tjera. Komplet në shëndetin. E dashur Kefsere, si ka qenë bashkëpunimi me këta fëmijë kaq të mrekullueshëm? Dua të cek edhe një herë, këto fëmijë janë kaq mirë këtu, pasi që janë 3 klasat e 5-ta, me mësueset e tyre Shpresa Regjepin, Kumrien dhe mësuesen Hasbie, këto janë zënësat e mësuesës Hasbie këtu, të cilët i falenderoj jashtëmase se ato e përkrahen projektin, se projekti ishte fillimisht ide, pastaj këshilli e voton dhe e propozon deri te mësueset. Mësueset së bashku me nxënësit treguan me të vërtet një vullnet shumë të madh, një frym pune shumë të mirë për të mundur që t'i shohim nxënësit që çfarë mendojnë. Dhe është gjë interesante pasi që është një projekt ndoshta ka të shkollat e tjera apo të shtetet skandinave, mirë po të ne është hera parë ku nxënësi me vetë dëshirë në 3 mënyra, do më thonë, kam prezentuar projekt. Kam prezentuar me hamer, kam prezentuar me të folur, dhe gjithashtu dhe me ilustrime, do më thënë, kam pas USB të cilat i kam prezentuar dhe në videobim atë ditë kur ishte vetëm prezentimi i projekteve. I falenderoj edhe një herë jashtëmase mësueset, e falenderoj drejtore Fikun, i cili ishte në atë mandat kur ne vetëm e propozuam këtë sistem dhe realizimin tani e ka drejtori Rahim edhe atë e përshëndes shumë, pasi që për 3 ditë organizoj tërë këtë. Se kjo ishte njerë fillimisht vetëm në për klasë të kem vendin e parë, vendin e dytë, vendin e tretë. Kur e pam se si cila klasë dikun 28-18 projekte kam pregaditur, atëherë filluam dhe ta prezentojmë, ta shojnë edhe prinderit, ta shojnë edhe bashkëmushatarët të cilët mësojnë pranë shkollës Abdul Frashi dhe kështu me radhë. Do më thënë, për atë edhe këto nxënës që keni këtu vetëm janë fitues të klasat e veta. Të gjithë janë fitues. Gjithë pjesëmarrësit, se dhe brenda atyre ishte me të vërtet shumë rënd. Gjithë janë munduar. Po. Dhe është me rëndësi të ceket se pa më parasysh se çfarë suksesi kanë nxënësit, e shohim interesin për çfarë kanë. Si jo gjithmonë suksesi dhe nota tregon se sa është një nxënës i Zotit, çfarë aftësie ka. Shumë e vërtet. Përmende që në 3 forma është prezantuar ky projekt, po nxënësit ku e gjetën më shumë veten? Veten e gjetën më shumë te temat sociale, do me thënë si bullizmi, të shprehurit, do me thënë kishim nxënësin fitues Shaj Pjasharin, i cili shpjegoj jetën e vetë, i shpjegoj vështërsitë e veta, se si aje kalon atë peripetit e jetës e vetë dhe ku dëshiron të gjithë shokët dhe shoqet ta pranojnë ashtu. Ka qenë me aftësi të kufizuara, me sa kam informacion, ose jo? Të them,
një nxënës i veçantë, më mirë, një nxënës i veçantë ku do ta ketë përkrajën e tërë gjeneratës së tij, pasi që veç edhe ja dham dhe do t'ja japim vazhdimisht, jo vetëm atij, po të gjithë nxënësit, pasi që sikur që thash edhe atë ditë, thash se të gjithë nxënësit janë të barabartë dhe ashtu duhet të shikojmë. Padyshim. Pa më parasysh a belbëzojnë ato, kanë pak vështirësi në të shprehur. Mu për këtë është zhvilluar ky projekt. Do më thënë se ne kemi nxënës të cilët recitojnë duke thënë një projekt. Mirë po mësueset e patëm parasysh që të gjithë nxënësit të jenë të barabartë dhe të prezantohen njëjtë. Të prezantohen njëjtë, po. Dhe mu këtu qëndron ai diversiteti të cilën ne duam, jo vetëm të shkolla Abdyl Frashëri, po shpresoj që dhe shkolla tjera do ta marrin përsipër dhe do ta bëjnë me të gjithë nxënësit. Pasi që nxënësit kohën e fundit shumë janë më të mbyllur, ndoshta tjera herë në gjeneratat tona, po në gjeneratat tona ka pas raste ku ka shpjeguar arsimtari për tërë klasën. Tani fëmia nga i vogël është një individ. Dhe këtu po qëllon pikërisht e shohim nëpër lajme, nëpër mediume se çfarë po ndodh me shkollat, çfarë po ndodh me klasat. Nuk dua të flas zymt, pasi që krejt kemi informata se si po ndodhin gjëra dhe si po rjedhin. Mirë po komunikimi është ajo derë e artë e cila i hap të gjitha gjërat. Vetëm nëpërmes komunikimit mund ta kupton një mësuese çfarë nxënëse ka në klasë, nxënësit mund ta kuptojnë më mirë mësuese dhe kështu me radhë, të ketë gërshetim sa më të madh dhe në nivele sa më të larta. Ato e duam. Përmendet që edhe finalist kishte në këtë projekt, po si u bë përzgjedhja? Përzgjedhja kishme një komision nga 3 anëtarë, të cilët për herë të parë ndëgjuan projektet, edhe pse ne patëm fatin të ndëgjojmë nxënësit në prova gjenerale. Po besoni se ato kur dullën t'i prezentojnë projektet para stafit pedagogjik dhe para të ftuarve, edhe më mirë ishin se në prova gjenerale. Edhe shumë më mirë t'inglonë edhe shumë më vetë besim e treguan dhe kjo dhe njëherë na bëri të ndjemi shumë mirë. Se qëllimi është kjo, do me thonë, nxënësit mos të kenë hezitime dhe pengesa në komunikimin e tyre. Të jenë sa më aktiv, sa më komunikativ, pasi që gjithmonë është hap i parë. Nga ky hap filloi një hap tjetër, një hap tjetër dhe është e bukur që t'i pasurojmë kujtimet e fëmijëve në shkollë me gjëra të bukura, me projekte të mëdha, ku ata do t'i mbajnë bend për gjithë jetën. Besoj sikur edhe këtë emision sot që e kemi këtu. Po, patjetër që po, kjo të paktën dokumentohet. Po, ashtu. Por edhe ai projekt është dokumentuar edhe mjafton në memorien e nxënësve, është një përvojë e re për ta. Unë dua të di edhe kozgjatjen e këtij projekti. Sa kohë është dashur që ta finalizoni? Ju përmendet ato 3 ditë të fundit që është bërë finalizimi, por besoj që një kohë më e gjatë është dashur për t'i prezentuar këta fëmijë. Unë si kryetare e këshillit, së bashku me këshillin e shkollës, kemi pasur rast, do me thonë, në fshatin tonë, dhe nga kjo rastin jemi inspiruar se si të bëjmë diçka më për së miri, për së mbari. Dhe vetëm nuk e dinim formën, do me thënë, të gjithë ishim të stepur dhe vetëm e prisnim një shkëndi, një formë se si t'i shofim, si mirët iniciativë. Dikun në muajin dhjetor vetëm kam filluar ta mendoj, mirë po këtu ka këshill, duhet të propozohet, duhet të votohet, duhet të hynë administratën shkollore që të filloj dhe projekti të rjedhë pastaj. Ky projekt u realizua për 3 muaj, besoni ose jo, edhe pse është i planifikuar të jetë gjatë tërë vitit. Nxënësit e klasave të 5-ta kanë 2 orë në javë, të cilët janë orë të lira, ashtu nxënës, ku këto fillojnë dhe përgatiten për klasat e 6-ta, si të komunikojnë. Dhe kur e pam ne se ka 2 orë, kësi orë që nuk do t'i pengojnë nga orët e mësimit, po thamë t'i kanalizojmë dhe në mënyrë strikte t'i regulojmë më mirë me mësueset e tyre që këto të bëjmë prezentime. Gjithashtu, projekte do të vjojë dhe për klasat e 7-ta, shpresoj, mirë po do t'jem aty së bashku me stafin pedagogjik të shkollës, administratën e shkollës dhe me kujdestarët e klasave të 7-ta, që ta zhvillojmë edhe për klasat e 7-ta. Pasi që këto janë moshat kur mësë shumë të janë të ndrydhura për komunikim. Dhe që i duan projekte. Dhe i duan projektet, i duhet diçka tjetër në shkollë. Pasi që më është bërë klasa 5, do në diçka tjetër, është klasa 7, nuk është as e 6-ta, po nuk është as më i rritur. Këto janë moshat më të cilat kanë nevojë të ndëgjojnë më shumë se çfarë ndjejnë, çfarë duan, përveç se një mësimi në shkollë dhe një marrje note.
Vërtet keni marrë një iniciativë që duhet përshëndetur dhe që duhet zgjatur pastaj dhe jo vetëm këtë vit të jetë ky projekt. Unë jam e bindur që duke të njohur ty nga afër, jam e bindur që ti nuk ndalesh dhe që ky projekt do vazhdojë dhe do ketë një jetë gjatësi. Edhe pse më pëlqeu fakti që e keni realizuar në përfundim të vitit shkollor. Edhe ajo është një plus pastaj edhe për nxënësit. Po, nga prej kur ka filluar mandati i Këshillit të shkollës në krye me mua, së bashku me drejtor Refik Salion, e kemi bërë që shkollën Abdyl Frashëri, pasi shkolla Abdyl Frashëri është një objektiv tjetër, po është më tani një godin e re me emër të ri dhe funksionon si një shkollë e dytë. Pasi Gjergj Kastriot Skenderbeu ishte një shkollë dhe tani u ndan dy shkolla. Ne jemi zotuar se në mënyrë festive do ta hapim dhe do ta mbyllim vitin shkollor. Dhe po ashtu edhe ndodhi dhe më vjen shumë mirë. Në mënyrë festive do të hapet më viti shkollor në komunën e Haraçinës dhe në mënyrë festive do ta përmbyllim së bashku me këtë nxënës të mrekullueshëm se jo. Dua t'i pyes prap vajza se çfarë kanë mësuar nga kjo përvojë e parë e këtij projekti. Kem mësuar çdo lloj se kur të mësoj diçka, kur përmend diçka, mëson diçka, kur je të mësu edhe më shumë mba në mend. Është përvojë që do ju ngelet gjatë në memorion tuaj, një përvojë e veçantë për ty Zemër? Kjo mëson se si inteligjenca artificiale mund është dhe me nale me ta morëm për parasisht. Ne mujme me zgjedh senet vet. Kemi libra, po pse me vetën inteligjencën artificiale, kur mujme vet me ditër që me bo. Me thënë ti e ke përdorur inteligjencën artificiale, por në aspektin pozitiv në këtë rast. Po. Që të përdorët atë jo për gjithçka të përdore, po. Jo për gjithçka të përdorët atë. Pasi që Hana trego, pse nuk duhet të përdoret inteligjenca artificiale? Sepse për një pyetje që i parashtron inteligjencës artificiale, harxhon 6 litra ujë. Wow. Po. Nga ky studim? Ky studim do të flet Hana më mirë. Po Zemër, vazhdua të di po. Nëse pyetim ChatGPT-n çfarë na thot? Ato do të kundërshtojnë dhe ato do të thonë harxhohet 1 gotë ujë për një pyetje. Mirë, po shkencëtarët e kishin vërtetuar të kundërtën dhe thonë se për çdo pyetje vend e pa vend, të cilën e parashtrojmë do të thënë inteligjencën artificiale, harxhohet 6 litra ujë dhe avullon. Wow. Këto se pas kam dëgjuar. Gjithçka është e mundur nga inteligjenca artificiale që na ka kapluar viteve të fundit. Dhe me këtë rrezikon dhe habitatet të cilat janë. Kuptohet. Tani nuk e mbaj mend pasi që ajo ka mësuar më mirë. Që do të thotë është shumë e lexueshme. Bravo, të lumt, urojmë që në të ardhmen të kemi një shkencëtare të re shqiptare dhe që do të na përfaqësoj botërisht edhe pse ne shqiptare kemi vajzën që e cila e shpiku artificiale. Tani kemi dhe shqiptare. Nuk është për të habitur, unë të uroj shumë suksese në këtë drejtim. Zemër ti për duhanin e kishe, për mospirjen e duhanit. Çfarë ke mësuar nga ky projekt dhe çfarë të ka mësuar më shumë kjo tematikë që ti ke përzgjedhur ta prezantosh? Nuk kam mësuar edhe për interneti, por edhe... Se më herët ndoshta nuk e qenë shumë e informuar se sa dëme mund të shkaktoj duhani, apo jo? Po, se që nuk e kam ditë. Po që shti për internet social e kam mësuar ma mirë, që shka ka edhe duhan aty në natyrë. Çfarë përmban? Po, aty kishte disa substanca helmuese që dëmtojnë organizimin. Edhe pira e duhanit prek mushkrit, zemrën dhe organet. Edhe njerëzit që pinë cigare lodhen më shpesh, kanë vështirësi në frymëmarrje dhe kollite më shpesh. Që këto ti nuk e ke ditur më herët, tani e ke mësuar. Po. Fal leximit që ke bërë dhe hulumtimit apo në internet për ta prezantuar pastaj. Po, kam pasur ndihmën prej çikës mingjës edhe motrostime. Atë na për internetit e kam zgjedhur dhe mësoj me mika asit do fjalë. Okej, të ka ndihmuar kuptohet për ta kompletuar edhe këtë projekt. Po tani kur ishe njerëzit duke pirë duhan, të kujtohen ty ato pasojat që mund t'i ketë duhani? Po. Nga ajo që ke lexuar? Po. Ndoshta më herët nuk e ke ditur, ndërsa tani çdo njeri që është duke konsumuar duhan e din që cilat janë pasojat negative. Ka dhe njeri që nuk pi cigare edhe kur qëndron para nduhar pirjes, edhe ai mundet të
dikon keq pri erës, se dikon edhe erë të keqe. Vetëm klasa 5 dhe sa kanë lexuar, sa i kanë ndihmuar që do të thotë ky Po, projekt. ne kemi pasur klasat e 5 të cilat kanë prezantuar enciklopedin, kena patëm klasat e 5 të cilat prezentuan oftalmologjin, gjithashtu patëm Rosa Luxemburg, do më thonën e para grua social-liberale, cila kontriboj për lirit dhe drejtat e gruas të cilat ne gëzojmë sot. Me atë jam çuditur me atë vajzën, e kishte një temë shumë, nuk mund edhe ta bën më të vogël, pasi që e dim krejt Rosa Luxemburg se Sa ndikim. Sa ndikim ka pasur në shoqërinë evropiane dhe pastaj botërore për avansimin e gruas. Mirë po, këto pazit më thanë diçka shumë më të mirë se duan ta përshëndesin fituesin. Shajpë Jasharin. Po, e përshëndesin shumë. Nuk është në mesin tonë sot, e përshëndesin Shajp Jasharin pasi që ai na mësoi edhe më shumë diçka. Na mësoi se sa njeriu ka nevojë për njeriu. Njeriu ka nevojë për njeriu Gjendja në çdo. shpirtërore ndonjëherë nuk vdes asnjëherë. Po. Në çdo projekt, në çdo rreth që na rrethon, në çdo hapësirë, ajo shpirtëroja dallon shumë nga çmimet që marrim, ndoshta nga fituesit që mund t'i shohim, por ajo gjendja emocionale është krejtësisht. Me të vërtetë është ashtu, njeriu më shumë t'i ka nevojë për njeri, për të falin dashuri se fëmiria nuk kthehet asnjëherë. Është pjesa më e bukur dhe e dim të gjithë se pjesa më e bukur gjithmonë është më pak dhe ne më spaku në jetë jemi fëmijë. E vërtetë. Asnjëherë mos ta harrojmë fëmijën të cilën e kemi brenda vetes, ta aktivizojmë dhe të kultivojmë me fëmijët e tjerë, duke i ndëgjuar ata, duke i parë dëshirat e tyre, duke gjetur një metodë se si të mësojnë, se me të vërtetë edhe nxënësit më nuk e kanë lehtë. E pat ku janë bazuar në rrjete sociale, temat të cilat janë interesante sociale, pasi që kjo është reflektimi se çfarë duam ne të mëdhenjët, apo ne prindërit të ndëgjojmë nga to. Kjo është shumë një mesazh i fuqishëm. Si për arsimtarët, ashtu edhe për prindërit. Kuptohet. Është edhe shumë e rëndësishme pastaj që më thatë që edhe prindërit kanë bashkëpunuar shumë, sepse pa qenë trekëndësh është problem të realizohen projekte të tilla. Trekëndshi didaktik, prindër nxënës mësues, do me thënë ajo është normë pedagogjike, të cilin nuk e kam njohur unë më herët, pasi që nuk kam qenë e kyçur, do me thënë si, po duke i ndëgjuar se në mbledhje marrin pjesë arsimtarët, marrin pjesë drejtori i shkollës, ndonjëherë marrin pjesë edhe kryetarët e komunave të cilët i ftojmë, të jenë pjesëtarë në mbledhjet e tona, marrin pjesë ashtu edhe arsimtarët, atëherë ti e sheh më afër se ç'është arsimi. Se çfarë vitaliteti. Edhe çfarë roli ka ky treshi magjik pastaj. Po, se kjo ka ndodhur edhe fal bashkëpunimit të madh me administratën e shkollës dhe gjithashtu së bashku edhe me këshillin. Dhe një gërshetim i mirëfillt, kur ai i cili ka një pozitë e ndëgjon, do me thënë, një tjetër çka ofron, çka mund të ofrojë dhe dyert e shkollës janë të hapura, veshët e drejtorëve janë të hapur të ndëgjojnë se çfarë dojnë prindërit, se çka mund të bëjnë, atëherë nuk ka se si mos të ketë progres. Shumë e vërtetë. Edhe prindërit gjithashtu, mësueset të shkëlqyeshme ka shkolla jonë, ka nxënës të shkëlqyeshëm, po i shihni edhe vetë. Dhe unë besoj se në të ardhmen edhe më shumë do të avansohet kjo shkollë dhe të gjithë shkollat në territorin e Republikës së Maqedonisë. Meritojnë të kenë projekte të tilla. Se ne, pasi që jam edhe mentore, jo në shkollë, po në elementimet të cilën e punoj, tjera herë është dashur 4 vite që të ndrohet një gjenerat nga një gjenerat tjetër të dallohet. Tani besojeni se vit për vit ndryshon. Ndryshon dinamika, vjen një gjenerat tjetër, pastaj vjen një tjetër. Më herët, me të vërtet, u deshte të kalonin 4 vite që të ndrohet një brezë të vini tjetër. Tani, me të vërtet, shumë shpejt po ndrojnë dinamikat, shumë shpejt ndrojnë preferencat, shumë shpejt ndryshon metoda se si nxënësit do të mësoj. Po unë nuk jam pedagoge, po nga ana e prindërimit po të tregoj, se kam vajzën tani është në fakultet viti parë, kam djalin të cilin e regjistroj viti parë në shkollë të mesme dhe kam vajzën e cila deri klasa 6. Dhe pikërisht e kam këtë hapësirën 4 vjeçare ku si prind mund t'i tregoj ndryshime që me të vërtet edhe ato të cilët janë në pozitën time njohin edhe më mirë.
Qartë. Kefser, çfarë kriteresh ka përdorur në këtë rast edhe Komisioni për vlerësim, përmendet që ka pas vendet e para, të dyta dhe të treta? Po, kriteret... Çka ka marrë parasysh më tepër? Duke pasur parasysh se dy arsimtarët, arsimtari Shaqer dhe arsimtari Semir, vetëm se janë antar të këshillit të shkollës, ato e kanë ditur parafërsisht se çfarë kritere dhe çka përfason projekti, dhe jam e sigurt se mbas të atyre kritereve ato dhe u bazuan dhe ashtu edhe i votuan nxënësit, domethënë pjesëmarrës. Le të kthejmë pak edhe tek nxënëset, dua të di se çfarë do t'ju thoshit shokëve dhe shoqeve që të dalin para publikut, para arsimtarëve, para të pranishmeve në këtë rast në këtë projekt, ndërsa ju nuk keni hezituar dhe jeni prezentuar me temat që keni përzgjedhur. Për me dalë ma shumë, për shembull, në rrjete sociale, mund të mësoni, më bën gjëra më të ndalta që mund t'i shkakton njërin që ta shohë njeriu tjetër. Edhe do të marrin shembull pozitiv, Po. Shembull të mirë. Si po, do me thënë dëshira për të parë, dëshira për të ndëgjuar. Atë don ta thot, e kuptova. Zemër ti, cili është mesazhi për shoqet dhe shokët e tu? Sepse të mësoni më shumë dhe sa herë ta dini që edhe nëse nuk e ke fituar atë sen, hala ti më i miri ki më kam dhe sa herë je. Nuk duhet të dorëzohesh, apo? Atë don ta thuash. Zemër? Ne dua që edhe që po flas për dëmet të duhanit, që kam disa fëmijë që janë të shikue, që edhe ato prej kësaj unë që po e prezantoj, ato edhe kështu nuk mundën të pinë cigare, ma se kam prezantuar këtë, po edhe Do të ndikoj me prezentimin e saj. Duhet të ndikoj, kuptohet. Për atë edhe është organizuar kjo iniciativë, kuptohet. Kefser, dua të di për fund cili është mesazhi dhe se si e ke ndjeti personalisht këtë projekt. Me që ke qenë inicuese. Personalisht, në momentin kur është shfaq ideja, gjithçka ka qenë më e vendosur në kokën time se si do të funksionoj. Dhe falë Zotit, falë mësueseve shumë të mira, falë stafit pedagogjik të shkollës Abdyl Frashëri, gjithë ajo që ke në mendjen time u realizua në mënyrë shumë të mirë. Mesazhi i kësaj është që të vazhdoj dhe mos të ndalet. Shpresoj të vazhdoj dhe në shkollat e tjera, ne jemi si iniciues të parë shkolla Abdyl Frashëri për të pasur projekte të tilla, se vetëm do ta shihni këto nxënës më kur të jenë klasa 6, do të jenë me një vetbesim tjetër, do të vinë klasa 6. Shumë e vërtetë. Nuk do të hyjnë në klasa 6 sikur klasat e 6 para tyre. Atë është e sigurt. Është e sigurt pasi që ato 2 orët e lira të cilët i patën nxënësit me të vërtetë dhan produktivitet edhe më të lartë që kanë vetëm 2 orë të lira. Paramenoj edhe kjo bë vetëm për 3 muaj. Po për 9 muaj viti shkollor kur do të zgjat, çfarë mund të bëhet? Por që duhet të angazhimi pastaj edhe nga mësimdhënësit, kuptohet dhe ato nga këshilli. Ato angazhohen se ato janë arsimtare dhe mësues aq të vyeshëm, aq të mirë, aq kanë bashkëpunime të mira me nxënësit, që unë nuk e dyshoj as pak. Bravo. Dhe mesazhi tjetër është për të gjithë nxënësit të cilët na ndjekin. Nxënës të dashur, ta dini se godinat shkollore janë të ndërtuara për ju dhe ne të rriturit u kena prioritet juve, jeni prioriteti jonë. Prindi, ju jeni gjithashtu edhe prioriteti prindit tuaj, ju jeni prioritet i mësuesës suaj, të jeni nxënësa më të mirë. I gjithë shoqërisë pastaj. Po, dhe gjithë shoqërisë, ashtu që mos shkoni në shkollë, të shkoni dhe të veni. Gjeni veten aty. A do të jetë ajo një lëndë, apo do të jenë disa lëndë, apo do të jetë një projekt i tillë, shprehuni dhe bisedoni. Kur të keni një hall, një problem, djeni se shkolla ka pedagog, ka psikolog, ka mësuese. Shkolla është shtëpia juaj e dytë. Mos hezitoni t'i tregoni gjërat të cilat i mbani për brenda. Pa më parasysh a janë të mobbingut, a janë të bullizimit ose të sferave të tjera. Bashkëmushatari juaj nuk mund t'ju ndihmoj, se jeni në moshën e njëjtë. Juve mund t'ju ndihmoj vetëm një i rritur. Mund t'ju ndihmoj mësuesja juaj, prindi juaj, të afërmit e juaj. Mos ta hupim rinin dhe të narshës nga duar, do me thënë. Vetëm duke treguar një hall dhe një problem mund të gjindjen zgjidhja. Mos të vim deri te gjërat të padëshirueshme. Që i kemi parë faktikisht viteve të fundit.
Kefser, të falenderoj jashtëzakonisht shumë, fillimisht për këtë mesazh kaq të fuqishëm dhe faleminderit mua shumë më për emocionove dhe jam e bindur që edhe Po ne si fshat shikuesit kemi qenë shumë të emocionuar, po nuk duam ta cekim më shumë. Mjafton me kaq, ata që e din mund ta kuptojnë tani, sigurisht që nuk duam të ngjallim pastaj edhe dhimbje të tjera. Unë uroj që ky projekt të ketë një jetë gjatësi dhe të jetë një shembull i mirë për gjithë ata nxënës që duan të punojnë, duan ta shfaqin veten e tyre, të komunikojnë dhe të prezantojnë tema që vërtet i ngjallin kurreshtje edhe bashkëmoshatarëve të tyre. Ju faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Kënaqësi Zemra? ishte jona. Faleminderit shumë edhe juve. Ma zbukuruat studion sot. Zemra, faleminderit edhe juve. Ishte kënaqësi që të ndajmë këtë minuta së bashku me juve. Faleminderit, Zemra. Faleminderit.